shumë drejtësi. Pa dyshim që ka pas një progres të sado që ka qenë i limituar dhe jo ai që ndoshta e kishim dashur gjithë secili prej neve, megjithatë ka pas një progres në disa sektor. Për shembull, nëse analizohen dhënat zyrtare nga statistikat zyrtare që prodhon sistemi i drejtësisë, vrehet që në 2025 për herë të parë sistemi jonë i drejtësisë, më saktësisht gjykatat themelore kanë zgjidhur më shumë lanë se sa që kanë planuar. Kjo është trend i mirë dhe shpresoj që të vazhdoj, sepse me kalimin e kohës mund të vijë deri te një reduktim i landëve. Me u kthy pyetjes tuaj, a ka pas qytetarët qasje në drejtësi? Formalisht, normalisht që e drejta për një qasje gjykatës është e drejtë kushtetuese dhe ligjore. Mirë po, a kanë pasur qasje efektive në drejtësi? Është vështirë me thonë po në gjitha rastet. Për shembull, raportet kredibile ndërkombëtare si ai Komisionit Evropian, Departamentit Shtetit që jepen për çdo vit për Kosovën, japin indikacion për disa fusha problematike, për shembull kozgjatja e madhe e landëve në disa fusha të caktuara, që është fusha civile. Nganjëherë landë që zgjasin shumë nuk janë problem vetvete vetëm që zgjasin shumë, por nganjëherë ato landë shkaktojnë landë tjera, qoftë natyrës penale, qoftë natyrës civile, landë paralele, etj. Pra sistemi vetvetiu, si me thonë, ngulfatet nga pamundësia për me i zgjidh me kohë landë që i vinë. Çka deshta me thonë në raport me efikasitetin edhe reformën, edhe për me u lidh edhe me ato që e tha Gzimi më herët, unë mendoj që megjithatë çdo reformë, edhe normalisht që nevojitet vazhdimi i kësaj reforme në sistemin e drejtësisë. Sistemi i drejtësisë vazhdimisht duhet të reformohet derisa të arrijmë një stad që është i pranueshëm për gjithë ne, ku ne nuk presim me vite për me u zgjidh landet tona. Megjithatë reforma duhet të jetë e matur, graduale edhe e bazuar në dhëna. Unë mendoj që ne nuk duhet të bëjmë reforma të pamenduara, efekti i cili mund të jetë më negativ se sa që është gjendja aktuale. Për shembull, në sistemin e drejtësisë ne kemi pas një rinim, për quaj ashtu në gjuhën shqipe, të vetë sistemit. Janë punësuar shumë gjyqtarë të ri. Edhe sistemi vrehet që ka fillu, për shembull në gjykatat themelore ka fillu me u reflektua ajo, ku numri i landëve të zgjidhura ka shku vazhdimisht u rrit nga 2020 deri sot. Në anën tjetër, megjithatë ne duhet punojmë po ashtu në mënyrë gjithëpërfshirëse, si sistem shtetëror, po e kam fjalën. Ne duhet që qeveria, administrata, nuk po flas për qeverinë aktuale, po flas për degën ekzekutive si funksion. Dega ekzekutive duhet vedisohet që ta evitoj sa më shumë që është e mundur skenarin ku qindra mijëra lëndë vinë në sistemin gjyqësor për shkak të moszbatimit të një kontrate kolektive ose të një ligji. Ne i kemi këtu lëndët që quhen pensione të dyfishta, ku edhe vetë ministria, për shembull, unë shkoj në ministri edhe i them, po ju po e dini që mund do të ma aprovoj gjykata kërkesën time. Ata thonë e dim, por ne nuk mujmë me bën kur gjë. Shkon në gjykat edhe fitoj drejtën tënde. Pra është rritet kosto dytëria. Është absurde sepse rritet kosta, unë vetë jam avokat. Pastaj shteti do të më pagu kostën e avokatit, kostën e gjykatës, sepse gjykata dedikon burime për me zgjidhja të landë, kostën e përmbarimit nganjëherë. Kosova vetëm nëse zgabojmë 2023 ne pata lexuar një raport para një kohe, 7.2 milion euro i ka harxhuar për përmbarim Kosova. Domethënë shteti nuk i zbaton vendimet e veta gjyqësore dhe të njëjta do të më shkuën në përmbarim. Kjo është absurde. Kjo është, domethënë, nuk ka kur farsenci. Në drejtësinë penale, për shembull, problematike mbetet sipas raporteve kredibile çështja e paraburgimit, paraburgimi i gjatë. Para disa ditësh e lexova një lajm, nëse s'gaboj, në portalin tuaj, që Kosova ka pagu dikon rreth 1 milion euro për shkak të paraburgimeve ose kufizimit paligjshëm të lirisë që quhet. Kjo është shqetësuese. Ne duhet me punu më tepër, jo vetëm për sa i përket aspektit financiar, që është shqetësues në vetvete, sepse ato 900.000 euro ke mujt me investu në sistem drejtësisë, me ndërtu një gjykat, me punësu staf etj, me ble printera. Nganjëherë avokatët presin seancë se gjyqtari do të më çu me email proces verbalin të një gjyqtar tjetër se nuk i punën printeri. Domethënë kjo është nuk duhet me ndodhë kjo në 2026. Pastaj sfidë tjetër që e pengon ndoshta qasjen në drejtësi efektive është që edhe pse ka pas progres në digitalizim, nuk ka ndodhur tërësisht. Sot ti nëse ki me pagu një takë gjyqësore në Gjilan, do të më hyp kerrit me shku në Gjilan, sepse nuk mund ta paguash me një vend apo nga zyra elektronikisht. Kjo e ndikon
qytetarin e rëndëm. Kostoja pastaj, janë rritur gjitha kostet për qasjen drejtësi. Edhe taksat gjyqësore, edhe taksat e avokatisë janë rrit, edhe taksat gjyqësore janë rrit. Në anën tjetër ndihma juridike ka pas mjaft sfida dhe mendoj që do të më fuqizohen dhe për kategoritë që vërtet e meritojnë. Kështu që këto kishin me qenë disa prej sfidave, për shkak janë pastaj disa pengesa që ndoshta janë edhe banale nga njëherë, dështimet, seancat jo produktive për shkak se ka dështu dorëzimi i postës, ne ende kemi problem me adresat sakta. Gjykata shpeshherë do të më shtyjë seancën për shkak se nuk ka pasur një post të saktë, një adresë të saktë dhe ka dështu dorëzimi i ftesës. Kështu që ka shumë sfida, normalisht që ka shumë sfida që na mbesin përpara, por megjithatë edhe progresin nuk duhet me anashkalu. Ka pasur një progres të konsiderueshëm kohëve të fundit edhe mendoj që reforma e ardhshme duhet me qenë një reformë ku gjithë akterët zotohen edhe i përmbushin obligimet e veta, sidomos ato që rrjedhin prej ligjeve dhe prej zotimeve të përbashkëta që vetë institucionet i kanë ndërmarrë. Nuk mundesh, po e përmbyllin këtë fazë me këtë, nuk mundet dega ekzekutive dhe legjislative e pushtetit me kërku llogaridhënie nga dega gjyqësore përderisa vetë nuk i përmbush obligimet që duhet. Unë po t'isha ta zëm në një skenar, po t'isha një akter relevant vendimarrje në këto degë, do të dedikoja çdo burim që e kërkon sistemi i drejtësisë. Normalisht paralel me këtë duhet të rritet edhe niveli i llogaridhënies, por njëherë ofroja kushtet sistemit që të operoj, pastaj kërko llogaridhënie, sepse në skenarin aktual që po funksionojmë, sistemi i drejtësisë ndoshta edhe mbase me të drejtë nuk mund të bëjë më shumë në fund fundit pasojat po i vujmë ne që jemi marrës të shërbimeve apo të drejtësisë si akter të fundit. Në këtë kontekst pikërisht të qasjes së qytetarëve në drejtësi, i kemi kritikuar rritjen e taksave në përgjithësi, sidomos taksat që janë rritur nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, por edhe taksat e avokatëve. Meqenëse jemi këtu dhe duke folur për këtë temë, qyshin rrit të taksat e avokatëve, e di që jeni veç avokat dhe nuk jeni pjesë e strukturave të odës, por qyshin rrit në bazën e çfarë kritereve, a mund të krijoj oda avokatëve taksat të tilla, të cilat më pas obligohen të paguajnë institucionet e tjera, a mund të krijoj obligime për dikë tjetër? E di që procesi ka qenë një proces i bazuar në legj dhe në kornizën ligjore të, po për përgjigje zyrtare për çështjet që kanë të bëjnë me odën e avokatëve, e kam pamundur të flas sepse nuk e përfaqësoj odën e avokatëve. Nuk po i thirrëm ata se disa nuk po na vijnë për çata dhe mos ta dashtë me një çështje që duhet ta diskutoni direkt me odën, po unë çka mund të them është që shpesh herë vrejmë që qytetarët kanë problem dhe në përgjithësi sistemi i ndihmës edhe koordinimi i akterëve që duhet me u koordinu për ndihmën juridike falas shpeshherë nuk është i duhur. Edhe për këtë arsye për shembull pastaj shfaqet nevoja që akterë si IKD të organizojnë klinika për ndihmë juridike falas e këto, të cilat e bëni me shumë sukses dhe ju ofroni ndihmë juridike shumë palëve në nevojë. Po unë mendoj që shteti jonë duhet me ardhur në një gjendje në 2026 ku nuk është e nevojshme që të kemi një varësi prej donatorëve, të kemi një varësi prej akterëve jo shtetëror për me i kry funksionet që do të mi kry institucionet shtetërore. Faleminderit Alban.